Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua Ernila Luzi. Të gjithë subjektet që kanë në përdorim prona shtetërore me kontratë €1 do të kenë mundësinë që t'i privatizojnë ato. Qeveria ka miratuar ndryshimet në ligjin ekzistues që përcakton procedurën. Pronat e dhëna me qira €1 do të mund të privatizohen nga subjektet që i kanë në përdorim me kontratë. Projekt ligji miratuar nga Këshilli i Ministrave përcakton procedurat dhe rregullat që duhet të ndiqen për shitjen e pronës shtetërore të marrë me qira sipas kontratave €1 kontrata. Në këtë rast, janë parashikuar kushtet se kur aplikohet kërkesa për blerjen e një prone shtetërore të marrë me kontratë, si dhe rregullat që do të ndjek Ministria Përgjegjëse për Ekonominë për monitorimin e tyre. Sipas projektligjit, në rast se nga informacioni zyrtar i marrë nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, rezulton se objekti i kontratës së qiras me tarifë €1 nuk është në regjistrat kadastral, sipas akteve ligjore dhe nënligjore përkatëse, trualli do të shitet nga struktura për shitjen e pronës publike dhe lidhja e kontratës bëhet sipas dispozitave të Kodit Civil, pasi të jetë bërë pagesa e plotë sipas vlerësimit të objekteve, bazuar dhe në vendimin e Komisionit të Shqyrtimit të Transparencës. Ministri Përgjegjës për Ekonominë nxjerr urdhrin për përfshirje në procedurë privatizimi të pronës shtetërore, objekt kontrate të dhënë me qira me tarifë €1 me sipërfaqe mbi 500 m2 përpara përfundimit të kontratës së qiras. Neni 34 që shtohet në vendimin e vitit 2014 parashikon kushtet që duhet të plotësohen për t'u aplikuar kërkesa nga ana e qiramarrësit të pasurive shtetërore mbi 500 m2 të dhëna me qira sipas kontratave €1 kontrata. Konkretisht, kur prona shtetërore ka përmbushur kriteret ligjore dhe objekti kontratës është vetëm trualli, subjekti i lindet drejta e privatizimit të drejt për drejt sipas procedurës së mëposhtme. Në këtë rast, Drejtoria e Përgjegjëse për Monitorimin e Kontratave, pasi ka marrë miratimin e ministrit në zbatim të akteve nënligjore në fuqi për fillimin e procedurave të privatizimit të drejt për drejt, e përcjell dosjen te struktura përgjegjëse për shitjen e pronës publike për vijimin e procedurave. Dosja duhet të përmbajë kontratat dhe anekset e kontratave të qiras me tarifë €1 kontrata, shoqëruar me dokumentacionin kadastral, genplanin dhe proces verbalin e dorëzimit. Akt monitorimet e qiras, urdhrin e Ministrit Përgjegjës për Ekonominë për miratimin e vlerës së investimit dhe fillimin e procedurave të privatizimit të drejt për drejt të pronës shtetërore, objekti kontratës së qiras. Struktura përgjegjëse për shitjen e pronës publike i drejtohet Agjencisë së Trajtimit të Pronave për të marrë konfirmim nëse ka pronar me vendim të Komisionit të Kthimit të Pronave dhe të çmimin e truallit objekt privatizimi. Pas marrjes së konfirmimit nga ATP-ja, Ministri i Përgjegjës për Ekonominë emëron ekspertin vlerësues të pasurisë të licencuar, i cili harton genplanin e pronës, objekt kontrate me tarifë €1 dhe përcakton vlerën e pronës. Qeveria do të kompensojë deri në 1 milion lekë të gjithë efektivët e policisë së shtetit, të cilëve u është dëmtuar prona për shkak të detyrës. Kush për përfitim është që efektivi të zotërojë titull pronësie ose dokument për proces legalizimi dhe të mos ketë përfituar më parë dëmshpërblim nga siguracioni. Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin e ri që përcakton kriteret dhe procedurat për dhënien e kompensimit të menjëhershëm financiar punonjësve të policisë së shtetit në rast dëmtimit të rënd të pronës për shkak të detyrës. Sipas vendimit, efektivët përfitojnë deri në 1 milion lekë në rast se prona e tyre dëmtohet për arsye që lidhen drejt për drejt me kryerjen e detyrës. Kompensimi aplikohet në 2 raste: kur dëmtimi ndodh nga një vepër penale për shkak të detyrës dhe rasti është referuar në prokurori, ose kur prona dëmtohet aksidentalisht gjatë përdorimit për nevoja zyrtare. Kusht për përfitim është që efektivi të zotërojë titull pronësie ose dokument për proces legalizimi dhe të mos ketë përfituar më parë dëmshpërblim nga siguracioni. Vendimi parashikon ngritjen e një komisioni 5 antarësh në Policinë e Shtetit, i cili vlerëson brenda 10 ditëve përputhshmërinë e dokumentacionit me kriteret ligjore dhe propozon vendimin për pagesë. Drejtori i përgjithshëm i policisë është autoriteti që lëshon urdhrin përfundimtar për dëmshpërblim. Në rast refuzimit të kompensimit, punonjësi ka të drejtë të ankimojë vendimin pranë drejtorit të policisë, ndërsa në rast se dëshmohet më vonë se dëmi nuk lidhej me detyrën, kompensimi duhet të kthehet në masën 100%. Vendimi shfuqizon në aktin e mëparshëm të vitit 2017 dhe efektet financiare do të mbulohen nga buxheti i policisë së shtetit.
Vezda mbetet një nga produktet më të konsumuara në Shqipëri, por çmimi i saj ka pasur rritje si pasojë e gripit të shpendëve dhe inflacionit të përgjithshëm. Kjo tendencë rritje nuk ka prekur vetëm Shqipërinë, pasi në mars të vitit 2025 çmimi i vezëve në Bashkimin Evropian ishte mesatarisht 6.7% më i lartë krahasuar me marsin e vitit 2024. Veza është një nga produktet më të përdorura dhe më të konsumuara në familjet shqiptare. Ajo nuk ka vetëm funksion ushqyes, por është edhe simbol i festave tradicionale si Pashkët dhe Dita e Verës. Megjithatë, këtë vit çmimi i këtij produkti ka pasur një rritje të ndjeshme si në Europë ashtu edhe në Shqipëri. Sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga Instat për vitin 2025, një kokër vezë në Shqipëri kushtonte mesatarisht 22.1 lek. Kjo rritje është ndikuar edhe nga përhapja e gripit të shpendëve. Deri në javën e parë të muajit mars, sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, numri i shpendëve të asgjësuar arriti në 67.000 krerë, pas infektimit të tyre me gripin H5N1. Kjo gjë ka bërë që çmimi i vezëve të arrijë deri në 25 lek për kokër. Scanintel ka analizuar të dhënat e Instat për çmimin e vezëve gjatë 4 viteve të fundit për të parë tendencën e rritjes për këtë produkt bazë. Në mars të vitit 2021, një kokër vezë kushtonte mesatarisht 14.5 lek dhe një vit më vonë ky çmim u rrit ndjeshëm, duke arritur në 20.9 lek. Ndërsa në mars të vitit 2023 u regjistrua pika më e lartë e një çmimi mesatar për 25.8 lekësh për një kokër. Më pas në vitin 2024 çmimi u ulet në 22.1 lek, por sërish mbeti më i lartë krahasuar me vitet e mëparshme. Kjo tendencë rritjeje nuk ka prekur vetëm Shqipërinë, pasi në mars të vitit 2025 çmimi i vezëve në Bashkimin Evropian ishte mesatarisht 6.7% më i lartë krahasuar me marsin e vitit 2024. Rritja më e madhe e inflacionit për vezët u shënua në Çekin me 46%, e ndjekur nga Slovakia me 29.8% dhe Hungaria me 26.1%. Ndërkohë që ulje të çmimit u regjistrua në Holland me -3.6%, në Luksemburg me -3.2% dhe në Greqi me -2%. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur hapjen e tendrit për ndërhyrje në përmirësimin e aksesit turistik pika panoramike Viewpoint përgjatë rrugës panoramike Kanin-Vlorë. Në gjendjen ekzistuese të dy hapësirat kanë një relief relativisht të sheshtë ku udhëtarët ndalojnë dhe parkojnë në mënyrë të çrregullt. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur hapjen e tendrit për ndërhyrje për përmirësimin e aksesit turistik pika panoramike Viewpoint përgjatë rrugës panoramike Kanin-Vlorë. Fondi limiti përllogaritur për këtë projekt është 26.377.000 lek. Sipas dokumentit të publikuar në Agjencinë e Prokurimit Publik, dy hapësirat e përzgjedhura për zhvillimin e strukturave të vrojtimit panoramik janë të pozicionuara përgjatë bypassit Vlorë-Kanin, konkretisht në segmentin poshtë fshatit Kanin, që është dhe pjesa me kotat më të larta të terrenit që mundëson pamje të plotë të Vlorës, gatishullit të Karaburunit, ishullit të Sazanit, Zvërnecit dhe lagunës së Nartës. Referuar dokumentit, objektivat për këtë ndërhyrje janë përmirësimi estetik i hapësirës së Viewpointit dhe hapësirës përreth, të mundësohen kushte optimale qëndrimi duke siguruar hiezim dhe mundësi për qëndrim dhe shplodhje. Kjo pikë panoramike do të eliminojë edhe mundësinë e aksidenteve. Në gjendjen ekzistuese, të dy hapësirat kanë një relief relativisht të sheshtë ku udhëtarët ndalojnë dhe parkojnë në mënyrë të çrregullt. Shpesh automitet parkohen thuajse pranë kufirit të jashtëm të sheshëve, gjë që mund të përbëjë një rrezik potencial për sigurinë, sidomos gjatë mbrëmjeve si pasojë e mungesës totale të ndriçimit. Nga ana tjetër synohet rikthimi i vlerave të peizazhit natyror dhe urban për të rritur tërheqjen turistike dhe për të përmirësuar përvojën vizuale të vizitorëve, duke arritur këtë nëpërmjet promovimit të qëndrueshmërisë mjedisore. Po kështu në dokument theksohet zhvillimi ekonomik dhe turistik i qëndrueshëm, duke arritur këtë përmes përmirësimit të infrastrukturës turistike dhe zgjatja e sezonit turistik për të përkrahur zhvillimin ekonomik afatgjat, si dhe për të krijuar mundësi të reja për komunitetin lokal dhe turistët. Ndërkohë, për të dy sheshet janë propozuar ndërhyrje specifike të përshtatshme si vende pushimi për udhëtarët, të cilët mund të shijojnë brenda parametrave të sigurisë panoramën mbi qytet, gatishëllin e Karaburunit, detin dhe ishullin e Sazanit, Zvërnecin e të tjerë. Kreu i FMN-s Kristalina Gjorgjiva tha se vendosja e tarifave tregtare reciproke ka nxitur pasiguri në politikën tregtare dhe paqëndrueshmëri ekstreme në tregjet financiare. Pasiguria e lartë gjithashtu rriti rrezikun e stresit të tregut financiar, shtoi ajo.
Rritja e tensioneve tregtare dhe ndryshimet rrënjësore në sistemin global tregtar do të shkaktojnë rishikimin e rënje të parashikimeve ekonomike të Fondit Monetar Ndërkombëtar, por nuk pritet recesion global, deklaroi kreu i FMN-s Kristalina Georgieva. Ajo shtoi se ekonomitë e vendeve po testoheshin nga një ndryshim i sistemit global tregtar, i shkaktuar në muajt e fundit nga tarifat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe akmarrja e Kinës dhe Bashkimit Evropian. Këta faktorë kanë nxitur pasiguri në politikën tregtare dhe paqëndrueshmëri ekstreme në financiare. Çrregullimet sjellin kosto. Parashikimet tona të reja të rritjes ekonomike do të përfshin ulje të dukshme, por jo recesion, tha ajo në një fjalim përpara takimeve pranverore të FMN-s dhe Bankës Botërore në Washington. Tarifat e Trump dhe trazirat në tregjet financiare pritet të dominojnë takimet pranverore, të cilat mbledhin së bashku bankierët qendror dhe ministrat e financave nga gjithë bota. Pasiguria e lartë gjithashtu rriti rrezikun e stresit të tregut financiar, tha Georgieva, duke vënë në dukje se lëvizjet e fundit në rendimentin e thesarit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të merren si paralajmërim. Të gjithë vuajnë nëse kushtet financiare përkeqësohen, theksoi ajo. Georgieva shtoi se ekonomia reale e botës po funksionon mirë me një treg të fortë pune dhe një sistem financiar të qëndrueshëm, por paralajmëroi se perceptimet dhe shqetësimet gjithë më negative rreth recesionit mund të ndikojnë gjithashtu në aktivitetin ekonomik. Në muajin janar, FMN parashikoi rritje globale prej 3.3% në vitin 2025 dhe 3.3% në vitin 2026. Fondi do të publikojë një perspektivë të përditësuar ekonomike botërore të martën. Georgieva nuk dha detaje rreth rishikimeve të pritura, por paralajmëroi se pasiguria e zgjatur do të ishte e kushtueshme dhe tha se pasojat e rinisjes tregtare do të ishin të rëndësishme. FMN nuk pret një ndryshim të madh në asnjë drejtim të inflacionit në përgjithësi, pasi tarifat mund të rrisnin çmimet e konsumit dhe të prodhuesit, ose mund të bënin që njerëzit të frenonin shpenzimet, gjë që në fakt nuk mund ta ulte inflacionin, por parashikimet e përditësuara të FMN-s do të tregonin inflacion më të lartë për disa vende, tha Georgieva. Ekonomistët presin që politika agresive e tarifave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të shkaktojë një ngadalësim të ndjeshme në ekonominë e vendit këtë vit dhe vitin tjetër, me probabilitetin e një recesioni gjatë vitit të ardhshëm që rritet në 45%, më i lartë që nga dhjetori 2023. Lufta tregtare midis SBA-s dhe Kinës do të devijojë mallra drejt Evropës dhe do të fragmentojë ekonominë globale. Organizata Botërore e Tregtisë parashikon një rritje të eksporteve kineze në kontinentin e vjetër përgjatë vitit 2025. Disa javë pas valës së parë të njoftimeve të tarifave nga Washingtoni, të dhënat e tregtisë ndërkombëtare tregojnë një perspektivë të dobët. Shenjat kryesore sinjalizojnë rrezik serioz të devijimit të mallrave në Evropë si pasojë e tensioneve midis SBA-s dhe Kinës, thot Organizata Botërore e Tregtisë. Perspektiva e tregtisë globale OBT zbuloi se shkëputja e ekonomive kineze dhe amerikane do të çonte një rënje prej 81% të tregtisë së mallrave midis dy vendeve në vitin 2025 dhe 91% pa përjashtimet e fundit të dhëna nga administrata amerikane për produkte të tilla si telefonat inteligjent. Si pasojë, raporti parashikon një rritje për 6% të eksporteve kineze në Evropë, por Evropa e goditur gjithashtu nga tarifat e SBA-s, do të kërkojë gjithashtu tregje të tjera për eksportet e saj. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur tarifa për 25% për makinat, çelikun dhe aluminin në Bashkimin Evropian. Taksat amerikane për 10% zbatohen edhe për eksportet e tjera të bllokut. Tensionet midis Pekinit dhe Washingtonit janë përshkallëzuar së fundmi me eksportet kineze në SBA, që janë goditur me tarifat për 145% dhe mallrat amerikane në Kinë që përballen me detyrime për 125%. Në përgjithësi, eksportet e mallrave kineze parashikohen të rriten me 4% deri në 9% në të gjitha rajonet jashtë Amerikës së Veriut sipas raportit. OBT-ja njoftoi një rënje prej 0.2% të vëllimit të tregtisë botërore të mallrave në vitin 2025, që arri në gati 3% më poshtë se sa pritej. Një nga mësimet më të qarta të krizës COVID-19 është rëndësia e diversifikimit të burimeve të furnizimit. Tensionet tregtare të sotme na kujtojnë se duhet të diversifikojmë edhe kërkesën. Mbi përqendrimi çon në varësi të tepërt duke i bërë ekonomitë më të ndjeshme ndaj goditjeve dhe duke nxitur një ndjenjë të ndarjes së padrejtë të barrës nënvizon organizata. Raporti tha se shkëputja midis ekonomive amerikane dhe kineze do të kontribuojë në një fragmentim të gjerë të ekonomisë globale përgjatë vijave gjeopolitike në dy bloqe të izoluara. Do të ketë gjithashtu një ndikim në prodhimin e brendshëm bruto botëror. Vlerësimi i ynë është se prodhimi i brendshëm bruto global botëror do të ulet me gati 7% në planin afatgjat, thuhet në raport.
Kreu i shtëpisë së bardhë Donald Trump ka përfshirë kostot e trupave amerikane në negociata tarifore me aleatët aziatik. Kjo qasje ka shtuar shqetësimet e Koresë së Jugut dhe Japonisë që varen nga buroja bërthamore e SHBA-s. 10 mijëra trupa amerikane të stacionuara në Korenë e Jugut dhe Japoni duke se do të jenë pjesë e negociatave tarifore të presidentit Donald Trump, pavarësisht përpjekjeve të vendeve aziatike për të ndarë bisedimet e sigurisë nga tregtia. Në postimet në platformën Truth Social, Trump tha se ndarja e kostove të mbrojtjes do të ishte pjesë e negociatave me Seulin dhe ngriti çështjen e mbrojtjes gjatë një vizite të zyrtarëve japonez në Washington këtë javë. Japonia pret rreth 50.000 trupa amerikane dhe Korea Jugut 28.500. Të dyja vendet të mbështeten në mburojën bërthamore të SHBA-s për mbrojtje kundër Kinës, Rusisë dhe Koresë së Veriut. Trump më parë ka sugjeruar se mund të tërheqë forcat amerikane nëse vendet nuk paguajnë dhe gjatë mandatit të tij të parë, i cili kërkoi $1 miliard më shumë. Burimet zyrtare të Koresë së Jugut thanë se Washingtoni nuk kishte propozuar zyrtarisht rinegocimin e marrëveshjes së tyre të masave speciale, sipas së cilës vendi mbështet trupat amerikane të stacionuara atje, por Seuli po përgatitet për skenar të ndryshëm. Rihapja e bisedimeve të mbrojtjes është një taktikë e qëllimshme presioni nga Trump, shpjegojnë analistët. Ai ka bërë të qartë se ishte marrëdhëniet aleancës si transaksionale dhe është i vendosur të nxjerrë një përfitim ekonomik në përputhje me vlerën e mbrojtjes amerikane, shtojnë ata. Pak para zgjedhjeve të vitit të kaluar në SHBA, Korea e Jugut dhe administrata në largim e presidentit Joe Biden nxituan të nënshkruanin një marrëveshje të re 5 vjeçare, sipas së cilës Seuli do të rriste kontributin e tij për mirëmbajtjen e trupave amerikane në vend me 8.3% në $1.47 miliard në vitin e parë. Më pas do të kishte rritje të mëvonshme të lidhura me indeksin e çmimeve të konsumit. Zyrtarët koreanë thanë se ishte ekipi i Biden që nxiti negociatat e hershme dhe se kjo shkaktoi një debat brenda qeverisë së Koresë së Jugut, e cila në fund vendosi se rrezikonte të armiqsonte Washingtonin nëse refuzonte paktin. Tani nëse duhet të negociojmë, po e bëjmë nga një shumë më e lartë se sa nëse do të kishin pritur, shtuan ata. Ndërsa Japonia ka dislokimin më të madh të trupave amerikane jashtë vendit në nivel global. Sipas një marrëveshje të negociuar në vitin 2022 dhe që skadon në mars të vitit 2027, kostoja mesatare vjetore që Japonia shpenzon për mirëmbajtjen e trupave amerikane arrin rreth $1.48 miliard. Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nënshkruar një memorandum që hap rrugën për një marrëveshje ekonomike mbi zhvillimin e përbashkët të mineraleve të Kievit. Marrëveshja përfundimtare pritet të nënshkruhet së shpejti dhe do të përfshijë detaje mbi investime dhe bashkëpunim strategjik. Ukraina njoftoi se kishte nënshkruar bazën e një marrëveshje për mineralet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjithëse detajet e paktit ende nuk janë njoftuar. Julia Sviridenko, ministre e zhvillimit ekonomik dhe tregtisë së Ukrainës, tha se të dy palët kishin nënshkruar një memorandum mirëkuptimi. Ky pakt do të ishte baza e një marrëveshje me Ukrainën dhe Shtetet e Bashkuara që do të zhvillojnë së bashku burimet natyrore të vendit. Jemi të lumtur të njoftojmë nënshkrimin me partnerët tanë amerikanë të një memorandumi mirëkuptimi, i cili hap rrugën për një marrëveshje partneriteti ekonomik dhe krijimin e fondit të investimeve për indërtimin e Ukrainës, postoi Sviridenko në platformën e medjave sociale X. Sviridenko nuk dha detaje të mëtejshme mbi marrëveshjen skic. Më herët presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe sekretari i Thesarit Besant u kishin thënë gazetarëve se një marrëveshje më gjithëpërfshirëse do të nënshkruhej javën e ardhshme. Kemi një marrëveshje për mineralet që mendoj se do të nënshkruhet së shpejti dhe supozoj se Ukraina do ta zbatojë marrëveshjen, kështu që do ta shohim, tha Trump në një konferencë për mediat në Shtëpinë e Bardhë. I pyetur për më shumë të dhëna, ai tha se marrëveshja ishte në thelb ajo për të cilën më rënë dakord më parë. Ne kishim një memorandum mirëkuptimi dhe shkuam direkt te marrëveshja madhe. Mendoj se është një marrëveshje 80 faqeshe dhe kjo do të nënshkruhet. Trump ka lakmuar një marrëveshje për mineralet me Ukrainën që nga inaugurimi i tij në janar, duke thënë se një pakt për të zhvilluar dhe monetizuar së bashku depozitat e Ukrainës me metale të rralla, minerale kritike, naftë, gaz dhe burime të tjera natyrore do të vepromte në mënyrë efektive si kompensim për ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Ukrainës gjatë gjithë luftës me Rusin. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski sinjalizoi gjithashtu se ishte arritur skica e një marrëveshje, duke u thënë gazetarëve se ky është një memorandum mirëkuptimi dhe kemi qëllime pozitive dhe konstruktive. Lideri i Ukrainës shtoi se oferta për të nënshkruar memorandumin para marrëveshjes gjithëpërfshirëse, e cila do të kërkonte që Parlamenti i Ukrainës ta ratifikonte atë, kishte ardhur nga pala amerikane.
Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.